Ashtu si që kemi theksu, po, ne kemi diskutu atë që quhet plan, dhe në diskutimet tona lidhur me ato pika që ishin aty, kemi arrit një përfundim se ai propozim ka disa vështërsi të patejkalueshme logjike për mi kuptu. E para, si mund të pres zotëri Abdigjiku që ne si lëvizje vetëvendosje mund të pajtohemi për një gjë kaq të madhe, për 15 gjëra kaq të mëdha, ndërkohë që nuk po kemi pajtueshmëri edhe për sanin më të vogël që është votimi i një komisioni për votim të fshat. Kjo është një absurditet i llojit vet. Pra, për gjëra më të vogla ne nuk mund të gjejmë pika të përbashkëta, ndërkohë që propozimi është që të bëhemi bashkë rreth 15 gjërave që janë të mëdha. E dyta, nuk e kuptojmë ne arsyen e propozimit të një lloj qeverie të unitetit. Zakonisht, me njohuritë tona, propozimet e tilla për qeveri të unitetit bëhen në situata të jashtëzakonshme, kur ka ndonjë rrezik të madh për vendin tonë e ai rrezik qoftë i jashtëm apo i brendshëm kërkon një veprim të tillë. Prandaj pyetja që shtrohet është kjo: ku peshe LDK-ja rrezikun e tillë në Kosovë? Nëse po e sheh rrezik Serbinë, atëherë ne kemi një pyetje. Pse nuk mori pjesë LDK-ja në takimet konsultative që i bëri kryeministri Kurti? Dhe nëse rrezikun po e shohin nga brenda, pra nga vetëvendosja, atëherë pyetja që shtrohet është kjo: pse po e shohin qeverinë e unitetit me një lëvizje vetëvendosje brenda në të? Rrëdhëmisht këto pyetje të cilat nuk kanë përgjigje,